Parim Rama është kandidat shumë i mirë, edhe e lam këtë punë për shkak se më duk që ndoshta Prishtina është në duar të mira dhe të sigurta edhe mund të merrem edhe me çështje të tjera. Sot po mendoj që kushdo prej qytetarëve që mendojnë që edhe mund të bëjnë një ndryshim, ja vlen të përfshihet. Prishtina ka nevojë për një ndryshim në mënyrën se si funksionon përditshmërinë e vet. Edhe çdo ditë më shumë kam qartë edhe për gjërat që duhet bëhen, kështu që e poshtë jo vetëm të arsyeshme, por të nevojshme që të përfshijmë dhe të jap kontributin tim në këtë pjesë. Natyrisht ka shumë gjëra për të diskutuar, por edhe fillimisht profili një gruaja që synon të bëhet kryetare e Prishtinës është edhe risi, ndonse në Prishtinë më herët vetëm ka Qusha e Shari, nëse nuk gabohem, ka qenë kandidate për kryetare të Prishtinës. Sa ju ndihmon ose penalizon mbase si e keni parë këto? A e keni menduar edhe nga ky këndvështrim? Unë mendoj që gratë në përgjithësi janë më pak në hapësirën publike se sa që duhet jenë. Prishtina është sidoqoftë prapë një qytet i madh, i hapur, kështu që kjo nuk penalizon. Besoj që çka do të ndihmoj është fakti që unë me të vërtetë besoj që gratë janë më të përpikta në disa punë, edhe punë që i marrin i çojnë deri në fund, edhe po shpresoj që edhe do ta dëshmojmë këtë rrugës për idetë dhe planet që po mendojmë të realizojmë, të zbërthejmë mirë edhe të punojmë që t'i çojmë deri në fund. Ju do të përballeni me lëvizjen vetëvendosje, me LDK-n, me PDK-n që janë parti më të mëdha se sa PSD-ja dukshëm edhe nga fuqia. Pse besoni se kësaj radhe ju do e bëni atë, le të themi, atë tërmetin elektoral dhe cila është strategjia që ju do të ndiqni që të arrini një sukses në të zgjedhje? Sepse mendoj që sidomos për zgjedhjet lokale është pak e rëndësishme sa është e madhe partia, është më e rëndësishme se çka po përfaqëson, çfarë ide do t'i zbatojë përmes programit vet. Në këtë pikë na i kemi të qartë se çfarë duam të arrijmë në qytet. Do të thënë, është një qytet i cili për momentin më së paku i shërben qytetarit vet. Duam që këtë ta ndryshojmë edhe nëse arrijmë që ta bëjmë, do të thënë, planin e mirë edhe të realizueshëm, është pak e rëndësishme a është partia e madhe apo e vogël. Natyrisht ndihmon nëse ke struktura në terren, ndihmon gjithsesi nëse ka njerëz që janë në grup i madh i aktivistëve. Por Prishtina ka treguar edhe në të kaluarën që ti mbështes kandidatët që janë treguar të sinqertë edhe që kanë fituar besimin e qytetarëve. Tash unë kam punë përpara vetes që ta arrij një gjë të tillë, do të thënë të krijoj edhe besueshmërinë që gjërat për të cilat po flasim edhe mund t'i realizojmë për 4 vitet e ardhshme. Natyrisht përveç profilit të kandidatit apo kandidates në këtë rast, është e rëndësishme të kuptohet edhe një farë lloj ekipi që qëndron pas jush në PSD, është një strukturë, por kush do jetë realisht afër jush nëse ju arrini shkoni në balotazh fillimisht, se besoj aty do të jetë përqendrimi. Kush është ekipi juaj? Atëherë njerëz me cilë po punojmë edhe do i bëjmë edhe publike tash në javë në vijem, janë vajza, djem, gra, burra, të cilët kanë përvojë në nivelin komunal, kanë punuar edhe në Prishtinë edhe në komuna të tjera, e njohin mirë marrëdhënien mes komunës dhe ndërmarrjeve publike, kanë punuar në komunë edhe si asamblesë, domethënë kanë qenë përfaqësues të votës së popullit, dhe kanë pak a shumë janë njëjtë situatë si korone, do të thënë kanë fëmijë të vegjël, ju interesojnë çështjet që lidhen me shkollat, ju interesojnë hapësirat publike, ju interesojnë gjitha këto tema të cilat realisht një prindve të ri, çifteve të reja ju interesojnë në qytetin e Prishtinës, edhe mendoj që politika ja vlen, do të thënë, që angazhimi politik ja vlen, sidomos se ke një pasion për të cilin angazhohesh, kur të prek në jetën personale një temë, është akoma më shumë shtyt për ta zgjidhur, do të thënë, për të bërë më të mirën. Kështu që ekipi është njerëz të cilët janë, po them, në të njëjtën situatë ngjashme si kurone, edhe janë profesionistë të cilët kanë edhe ide dhe kanë përvojën për t'i çuar gjërat përpara. Është herët ndonë se ju edhe aq, pasi më pak se 4 muaj ne do të kemi zgjedhjet lokale, por a keni ndonjë lloj pritje tani për tani, apo ju po bëni fushatën siç po shohim në rrjetet sociale, keni filluar të flisni me njerëz dhe ende është herët ta keni një vlerësim, por do të mbase një vlerësim preliminar duhet ta keni apo jo? Pritje për rezultat? Po.
Unë jam fut garës për ta fitu garën, tash se si do jetë rezultati shohim në vjesht, mund ta kemi një ide më të mirë, po definitivisht e shohim pas 12 tetorit. Po nuk, po më duket që në këtë pikë ku jemi sot nuk është e rëndësishme. Ajo që po më intereson tash është ta kuptoj se si qytetarët po i shohin problemet të cilat unë i kam identifikuar, se si po i shohin ata, se në funditës ka perspektiva ndryshme për problemin e njëjtë. Në këtë pikë kjo është ajo që po më intereson. Pra, takimet me njerëz të cilët kanë vendosur të jetojnë në këtë qytet edhe shpresojnë për një jetë më të mirë, për një qytet që nuk ju jep më shumë stres, po në fakt ju liron pak nga këto streset e përditshme me cilat ballafaqohemi çdo ditë. Pase pra mund na jepni më shumë se cilat janë sentimentet që merrni nga takimet me njerëz ndryshëm, kategorinë e poshtë, keni takime me gra, veçantia e keni këtu fokusin fillimisht tek vota e grave dhe po ashtu përgjithsisht pra çfarë sentimenti merrni, se si duket në Prishtinë, pra nëse unë mund ta jap një përshtypje, ka një pakënaqësi të përgjithshme ndër vite për qeverisjen lokale, jo vetëm të fundit, por edhe më herët, ju çfarë merrni nga takimet me njerëzit? Njerëzit janë të pakënaqur sidomos me qeverisjen lokale për shkak se bën shumë premtime të mëdha për një vizion, për një qytet i cili do të zhvillohet në një mënyrë të caktuar, edhe në fakt përditshmëria nuk përkon me atë qytet. Sot kemi një qytet i cili është i papastër, edhe kemi patur problemin shumë të madh me mbeturinat, por nuk është që vetëm tani ka qenë ky problem. Ky problem ka qenë në vazhdimsi, vetëm tani e mori për masat të reja. Është një qytet i cili nuk të lejon të ecësh, domethënë çdo qytet i mirë të jap mundësi që të shkosh nga një pikë në pikën tjetër edhe në këmbë, që të mos kesh nevojë gjithmonë ta marrësh makinën. Është një qytet i cili jo gjithmonë është domethënë s'ka hapësira publike ku mund të shplodhesh, të relaksohesh. Njerëzit janë të pakënaqur për shkak se premtimet gjithmonë, çdo 4 vite, janë për një përmirësim radikal të qytetit, i cili nuk ndodh, po jo vetëm që nuk ndodh, po e kam përshtypjen, sidomos për këtë 4 vjeçarin në fundit, që njerëzit janë akoma më të pakënaqur edhe flasim për një përkeçësim. Edhe unë mendoj, me aq sa po shoh, pse ka ardhur deri tek kjo? Mendoj që ky përkeçësim ka ardhur për shkak se kryetari aktual ka menduar me të vërtetë që të shtyj përpara projekte shumë të mëdha, që marrin shumë kohë, kërkojnë shumë buxhet, edhe ka lënë pak pas dore për menaxhimin e përditshëm të gjërave të rëndësishme, por që janë të vogla. Mirë, pra sipas jush ju do të fokusoni në gjëra të vogël, pra të vogla e jo në projekte të mëdha. A është kjo strategjia që do ndish? Unë mendoj që një kryetare komune duhet t'i bëjë të dyjat. Domethënë përdesa planifikon për projektet e mëdha që do t'i shtyjmë përpara, duhet të merret gjithsesi edhe me menaxhimin e vazhdueshëm të çështjeve të cilat i mundsojnë, domethënë, një jetë më të mirë qytetarëve. Një shembull, trafiku urban nuk e mbulon një pjesë shumë të madhe të qytetit. Prindërit edhe kujdesorët janë të detyruar të çojnë fëmijët në shkollë me makina. Mendoj na ankohemi që ka shumë trafik në qytet, por natyrisht ka trafik në qytet nëse nuk ka lidhje të mira të trafikut urban, të cilat i mundsojnë prindërve që t'i çojnë fëmijët në shkollë me trafikun urban. Mirë, në këtë pikë nëse mund t'i shtjerrim një nga një, pra çfarë plane keni zgjerimin, por cilat janë pikat ku ju synoni pra ta zgjeroni trafikun urban? Atëherë janë disa, do të merren me radhë këto gjëra. Në lagjen Kulovica, për shembull, nuk ka linjë të trafikut urban. Lagja Matiqani nuk është e lidhur mirë, lagja Veternikut nuk është e lidhur mirë. Nuk është e lidhur mirë as lagja gjithë ajo zona Bregu Dillit apo Matini me Gërmin, me parkun Gërmia. Pra nëse dikush jeton te rruga B edhe do të shkojnë në Gërmi, mund ta marr 4-shin te Ismail Qemali, te shkolla Ismail Qemali, edhe të rrinë në autobus 1 orë 10 minuta derisa të arrijë te hyrja e Prishtinës në Gërmi. Kjo është e pa konceptueshme, domethënë në një qytet në vitin 2025 ku njerëz përpiqen që ndoshta edhe janë vëdisuar më shumë që të dalin më shumë në hapësirat publike dhe të bëjnë më shumë sport. Tash e pash në qytetin e Beratit, është një qytet i vogël, po është turistik, edhe pjesa e vogël është e rëndësishme sepse i ka rrugët shumë të ngushta. Kishin marrë një flotë të vogël të minibusëve me elektrik, të cilët nuk janë kombibus, janë pak më të mëdha, janë diku 25-30 udhëtar, po janë të ngushtë dhe mund të kalojnë për rrugë të ngushta.
Në parim, nuk ka arsye pse Prishtina të mos merret seriozisht me këtë çështje edhe të zgjidh lidhjen urbane me autobus që janë më të vegjël dhe që mund të kalojnë edhe nëpërmes rrugëve të vogla nëpër lagje dhe t'i bëj këto lidhje të cilat janë të domosdoshme. Pjesni pastaj prej rrugës B të shkosh përmes Velanis, që janë rrugë më të ngushta edhe për te përmes Velanis, ose shkon përmes varrezave të Jaudive poshtë, ose ka disa opsione për t'i lidhur këto lagje. Kjo është një, trafiku urban është një, se çështja e trafikut nuk zgjidhet vetëm me një metod, është prej kohës kur ka qenë Shpendameti kryetar komune, është bërë një plan i mobilitetit të qytetit, i cili tashmë është ribër nga kryetari aktual, edhe në të dy rastet parashihet që rrugët të kalojnë të gjitha në rrugë Nikashe. Pra, nëse merret kjo unaza e vogël e qytetit, e brendshmja, ajo nëse kalon në rrugë Nikashe dhe pastaj krijohen linjat autobusi që i lidhin të gjitha lagjet me linja autobusi ose minibusi me qendrën. As kjo nuk është bërë. Po reforma mbi gjitha në trafikun urban e kemi parë të lashet që një kohë gjatë nuk vinë autobus të rinj, cilët janë premtuar. Pra, edhe ajo flota autobusëve e cila janë marrëveshje të nënshkruara edhe me Bezhin bile ka pas. Pra nuk po vinë as autobus. Pra, besoj pak e keni studiuar pse ndodh kjo dhe çfarë do të bënit ju që të përshpejtohen këto procese, se 30 autobus do duhet të ishin në Prishtinë tashmë, plus. Arsyeja pse nuk bëhen gjërat në Prishtinë është sepse nuk ndiqen deri në fund. Këtë e kam pa në Shqipëri, ku kam pas rastin të jem në një pozicion shumë të lartë vendimarrës, edhe